Thalasemi sa vjeç je? Unë jam 62 vjeç. I zbulur smulja që në moshën 6 vjeçe. Disa ka pjek 6 vjeç. Gjithë jetën shumë në për spitale kemi qenë. Për ne problemi madh ish transfuzioni i gjakut, nuk ka gjak. Është shumë problem. Këta kemi problemin kryesor. Si e siguroni? Po, këta më shumë thonë që të kesh dhurus, po nëse kemi një herë, ne jemi për herë. Edhe dhurus nuk kemi ku i gjejmë kështu. Bjen edhe nga Tirana i gjejmë, kemi edhe grupet që këtë me problemat e strukturën e gjakut, po edhe nga Tirana vjen, po me zore kemi. Sigurimi i gjakut e kemi qikë të vështirë. Do më tregosh pak kur e ke zbuluar në këtë moshë si janë ndjerë prindrit e tu? Tashi baba im ka vdekur shpejt, ka vdekur që në 50 vjeç. Unë isha 10 vjeç atëherë. Kurse mamaja, ajo na ka marrë gjithë jetën. Jemi 2 vëllezër bashkë. Kam edhe një vëlla tjetër. Edhe ai kështu i smur. Po. Edhe ai që në moshën 5-6 vjeç ishte zbulur dhe atë smurja. Në atë moshë ju e kuptoni çfarë ishte kjo smundje? Ne s'dinim gjë, po ne atëherë dhe mjekimet ishin ica gjylperat ku që shu vitamina B12 thoshin ta, kaq. Ica kortizona, ishin lloj shërupi që përdoresh. Tani ilaçe ka se ne marrim për shkarkim hekuri, marrim ka ilaçet janë më të mira, po vetëm problem kemi i gjakun. Ju jeni martuar, keni martuar, po i martuar. Kam 2 fëmijë, kam një çun, një gocë, i kam të martuar dhe ata janë në rregull, i kemi bërë analizat, janë mirë, nuk vetëm ju. Vetëm ne. Është e vështirë për ty të jetosh me këtë smundje? Shumë e vështirë është, po s'kemi çfarë bëjmë, ky është risku. Shumë e vështirë është. Jemi të paaftë, për çdo lloj gjë jemi të paaftë. Atë çik pension që marrim e merrshim me 120, na kanë hequr fare, kanë bërë në 70, në 80. Se ka që përfiton grupi, thonë ata dhe... Ju keni punuar? Kam punuar vetëm 6 vjetë kohë në kooperativës, Tremsha Haribela Grurit, se ato ishin atëre punë që na çonte kooperativa. Tashi pasaj këtë kohën e demokracisë kam dalë një kemp. Që sa merr? Ishte 20.000 lekë atëherë, arriti deri në 120.000, tash i kanë hequr aty të vajtë kanë çurur 7-8.000 lekë. Unë marrin 100.000 lekë. 116.000. Për ne vështirë ishte, ne vim 4-5 herë mujt, sa këtu, sa në Tiranë, sa në Fierë, që marrim ilaçe, marrim... Kur jeni martuar bashkëshortë, e dinte që ju vuanit nga smundja e gjakut? Atëherë se dinte, po... Tash i mrapa mësoj, po s'ki që bëndo, Çfarë viti? Në 88 jam martuar. Jam martuar në 88. Duke ndarë në 2 periudha, para viteve 90 dhe pas 90-s, ku është më mirë trajtimi juaj? Trajtimi tani është më i mirë. Tani është më i mirë trajtimi, po ja problem thash vetëm kemi mungesën e gjakut. Po mjekimet janë më të mira. Atëherë s'kishte as mjekime, dhe shumë gjëra të thjeshta. Trajtimi ishin mirë trajtimi, po vetëm mungesa e gjakut ishte problem. Në familjen tuaj apo në fisin tuaj, përveç teje dhe vllajt, ka të tjerë? Ja. Nuk ka të tjerë. Kur ke arritur të kuptosh që sëmundja do të shoqërojë gjithë jetën? Po që sa kam rënë unë vetë mend që kam kuptuar gjërat që e kam pas për gjithë jetën pastaj. Që është e pashërueshme, vetëm një kohë, po është e pashërueshme. Çfarë ju kufizon kjo sëmundje? Kufizon, jemi të pafuqishëm, nuk punojmë si tjerë, nuk punojmë dot. Jemi të pafuqishëm. Sidomos kur bie hemoglobina shumë ulët, hemoglobina e gjakut, ne s'kemi gjuhë të ecim rrugë si puna, atyre puna detit që ishte smundja. Ka shumë gjëra. Probleme dhe veshkët kanë shkatërrim i veshkash, ka shumë gjëra. Ju e kanë shpjeguar nga se vjen kjo sëmundje? Pa e kanë shpjeguar, ishte trashëguar, thonë po. Tash i varet se nuk e di mbresët në kalurin që jo ka vdek nga mulçia, thonë për ata stërgjyshit tan, jo të verdhë zi, ku di unë, po që ishte trashëguar. Ke një mesazh për të rinjt? Mesazh për të rinjt, do them që këta që janë moshë vogël të kurohen, ta ndjekin smundjen, mos ta vlerësojnë, të kenë çikullzim se ish gjë që ka dërman. Vetëm duhet ndjekin rregullat e mjekut,
edhe mundësisht transfuzioni i gjakut duhet të jetë i rregullt.